6 mënyra për të larguar nga një marrëdhënie toksike. E para, duhet të besoni vetes nëse diçka brenda teje të thotë ky apo ajo nuk është për mua, ky zë që ju flet brenda ka të drejtë. Pranoni që dashuria nuk duhet të dhëmbi. Nëse të dhëm më shumë se sa ty të qetëson, nuk është dashuri e shëndetshme. Dëgjoj trupin tënd. Ankthi, paqësia, lodhja emocionale janë shenja alarmi. Ndalo së shpresuari se do të ndryshoj ky njeri apo kjo marrëdhënie. Ndryshimi vjen vetëm kur dikush e do këtë gjë. Nuk vjen nga sakrificat e tua. Mos u manipulo nga pajësimi dhe viktimizimi që mund përdorin. Njerëzit toksik shpesh të bëjnë të ndihesh fajtor për dhimbjen tënde. Prano realitetin. Mos justifiko me sjelljen që të lëndon. Fol me një person të besuar. Të largohesh nga kjo lloj marrëdhënie nuk do të thotë që ti je i dobët apo je egoist. Do të thotë se po zgjedh veten dhe shëndetin tënd mendor. Kujtoje gjithmonë, nuk po humbi një person, por po fiton veten dhe lumturinë tënde.